Lezër të nderuar, xhamatlit e pranishëm, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Vazhdojmë në serialin Tregimet më të bukura, tregimet e pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall, ku në dersën e kaluar treguam për dy djemt e Ademit alayhi salatu wassalam dhe morëm ibret dhe mësim nga ngjarja e dy bijve të Ademit alayhi salatu wassalam se sinqeriteti dhe devotshmëria është shkak për të afruar tek Allahu Azza wa Jall dhe për të pranuar veprat e Allahu Subhanahu wa Taala. Egoja të bën që të jesh në nivelin më të ulët të njerëzimit dhe pastaj treguam se haseti dhe xhelozia bëhet shkak për të ta shkatruar moralin, imanin, veprat e mira dhe sjelljen dhe moralin tënd që posedon. Po ashtu në fund treguam se edhe një shpend dhe një kafshë e cila i mësoi dhe si të vurosët njeriu i pari i cili e vrau, do të thotë Kabili Habilin, dhe erdhi një sorë e cila ja mësoi se si duhet ajo të vurosët. Kurse sot me lejen e Allahut Azza wa Jall do të tregojmë pas vdekjes së Habilit, normal që prindërit me vdekjen e fëmijës normal që mërzitën. Dhe deri në atë kohë Ademi alayhis salam dhe Hava nuk kishin pas ndonjë rast mërzis kësaj lloji që fëmijët e tyre t'ju ndron jetë. Normal që ata u mërzitën shumë me këtë ngjarje që ndodhi. Ishte edhe një sprovë tjetër nga sprovat e Allahut Azza wa Jall që nuk kishte pas në atë periudhë pas vdekjes së djalit të tij Habilit, nuk kishte pas fëmijë 5 vjet Hava alayhis salam. Dhe normal që ishte mërzit gjatë tërë asaj kohe. Do thotë nuk kishte pas fëmijë derisa pas 5 viteve Allahu Azza wa Jall e gëzon me një fëmijë dhe nga gëzimi i madh e emërton atë fëmijë Shith. Çka do të thotë në përkthim, thuhet komentatorët e Kuranit thuhet se kjo është gjuhën sirianie, një gjuhë shumë e vjetër. Mirë po në përkthim i vjen dhurata e Allahut. Ne treguam edhe në dersën e kaluar se fëmia është dhuratë dhe Allahu Azza wa Jall kështu e ka përmend. Jehe bulime njëshe. I dhuron Allahu kujt na do fëmijë, kujt na do djalë, kujt do na vajzë. E në këtë kohë, mas 5 viteve, ja dhuron Allahu Azza wa Jall një djalë i cili quhet Shith dhe një vajzë e cila emërtohet me emrin e saj Azrawa. Ç'kështu e kanë quajtur. Në atë kohë kur ka lindën Hava, i ka pas Ademi alayhis salam 130 vjet. Do thotë, mund të më thonë shumë, mirë po popujt kanë jetuar siç kemi treguar deri te Nuhi alayhis salam deri në 1000 vjet. E do të thotë 130 vjet për atë kohë nuk është konsideruar mosha shumë e shtirë sikurse jemi do të thotë në kohën tonë. Dhe thënë dietarët se shumë fëmijë ka pas Ademi alayhis salam, mirë po këtë fëmijët pas asajna kanë ndru jetë dhe nuk jo shtu ative pas arsit. Nuk jo shtu ative loza. Këtë fëmijët e Ademit alayhis salam në vijim që kanë ardhur nga këtë djalë i cili është quajtur Shith. Kanë ardhur krejt pasaj pas arsit, edhe të bardhë, edhe të zitë, edhe të kuq, edhe krejt domethënë ngjyrat që i shohim janë prej pas arsit të këtij djalit i cili është Shith. Allah i ka dhënë këtij pas ardhës shumë, e tjerët me kohë kanë ndru jetë dhe nuk janë shtu familjar domethënë të atyre. Dhe dietarë thonë se që ky djali Shith pas asajna pasi që bëhet në pjekuri, edhe shef Ademi alayhis salatu wassalam se është në plak dhe se duhet t'ja lënë përgjegjësinë dukujna, ja lënë përgjegjësinë këtij Shithit dhe dietarët, komentatorët e Kuranit thonë që një pejgamber prej pejgamberëve mas Ademit alayhis salatu wassalam është që ky pejgamberi i cili është quajtur Shith. Pse? Se e tregon Abdullah ibn Abbasi se këtij personit i është shpall 50 fletushka. Ne kemi lexuar në Kur'an fi suhufi Ibrahim wa Musa, në fletushkat e Ibrahimit dhe Musës, domethënë një dhon do libra tjera edhe pejgamberëve tjerë derisa do të thuhet si është dhënë 140 pejgamberëve fletushka të ndryshme. Mirë, po nuk janë të përmend emrat e këtyre. E thuhet se janë dhënë 50 fletushka që ja ka zbrit Allahu shpallë pas Ademit alayhis salam, është i pejgamberi i cili quhet Shith. Po ashtu rrëfehet një rast
që iblisi i bëni cytje dhe ata zbitën tokë, pas një kohë ju erdhi një kohë të vështirë përsërit ju bën cytje. Edhe na ka tregu pejgamberi alayhis salam se armiku i hapt i njeriut është deri në vdekje. Çka ndodh? Ndodh që vjen një periudhë i ndron jetë një fëmijë dhe i bën vezvese, ne dimi pleshtet ton përpara që kanë pas shumë fëmijë, ndër fëmijët ju kanë ndruar jetë disa fëmijë. Edhe ka qenën nëse i ka ndruar jetë një fëmijë, di fëmijë, 3 fëmijë, çka ka bo? Ja kanë lënë emrin e atij përpara, kanë thonë se mos vdesin mo qerë, në të besim me çket emrin e atij. Edhe kjo është besitni që s'lejohet. Ose ka lind shembull vajzë, prap ka lind edhe një vajzë, pastaj ka lind edhe një vajzë, e ka lënë emrin nona, emrin e vet që mos lindë mo vajzë. Domethënë kjo tjetë e fundta. E pastaj me lind domethënë dje. E thuhet se i ka ardhën, do thot shejtani, dhe i ka thonën ti sa herë që do të lindish ndonjë fëmijë, dije se ka me dal i vdekur apo ka me dal me formë të brive, të cjapit. Dhe thot e ka friguar havën, i ka bëu vazhdimisht vezvese se i ka ndrujet një fëmijë, pastaj ka mbesh shtatzone përzditi ka ardh iblisi dhe i ka thonë edhe ki ka me ndru jetë përzditi. E ka thonë edhe nëse lind, për një kur lindjen e dytë, edhe ai lindja e ditë i vdes. E kur mbet 7 zone për streti herë, i thot ka me të vdekje dhe ki. Çka qarja? Thot qarja nëse e emërton me emër Abdul Harith. Abd Harith. Nëse e emërton Abdul Harith, ka me mbet gjallë. Edhe gruaja normal tu frikë që thash besitni, i e vendon këtë emrin Abdul Harith. A çka do të thon Harith? Ne kena marrë në ligjëratat e kalume se një ndër emrat e shejtanit para se të bëhet iblis, të emërtohet iblis, është emërtu Harith, ene Azazil. I ka pas di emra. Do të thon Harith edhe Azazil. E më thon, do të thon çka i vjen kjo? Robi i iblisit. Në këtë kuptim. Për ata Allahu Azza wa Jall pastaj e ka cekën, do të thon surën Araf, falamma atahuma salihan, kur ja dha Allahu Azza wa Jall ative një fëmijë të mirë, gjale lahu shuraka, ata e banën, do të thonën ortak. Fima atahum, ata që ja dhan Allahu Azza wa Jall. Edhe pse komentatorët këtu do të thotë janë të dervizhenës, ka khilaf, disa pjative thënë se kjo ka ndodhen me Ademin a.s. Mirë po, këtu përmenën se ata i kanë bo shuraka, i kanë bo shirk. Do më thonën se ja kanë vëndu emrin e iblisit. Mirë po, çka thënë komentator se kanë ardhën disa bita Ademit a.s. që prej ative jonë musliman dhe prej ative jonë qafira, edhe kanë ardhë deri në shik mushrik, edhe ja kanë gjitë se baba i ative e kalon këtë emën Ademit dhe Hava që ato s'kanë lidhje me këtë punë. Sikur se shembulli i Ibrahimit a.s. Edhe jahudit thojnë që feja jonë është për Ibrahimi a.s. I thojnë Edjanul Abrahimije, fejt e Abrahamit. Edhe kjo është një manipulim. Do më thonë ata thojnë jahudit se fejnë ne e kina për Ibrahimit. Krishterët thojnë ne e kina fejnë për Ibrahimit. Edhe mushrik të Mekës kur i ke vetë se i bëjni këto, thotë kështu ishte pejgamberin që e kina cek në baballar ton që e kina ndjek ka qenë, do më thonë Ibrahimi. E çka thot Allahu në Kur'an? Ma kana Ibrahimu yahudiyan, Ibrahimi nuk ishte jahudi, Allahu vetë e vërteton në Kur'an. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan, as krishter, walakin kana hanifan musliman, ishte me njohshmëri të pastër Zotit, hanif i cili është që e beson vetëm Zotin, wa ma kana min al-mushrikin, dhe nuk ishte prej mushrikëve. Do thot ja kanë veshur pastaj se gjoja se e ka emërtu, do më thonë me këtë emër. Edhe kjo është interesant se shejtani shkon hapa, si që kina me marrë dhe te Nuhi a.s. Do më thonë ju shkon fillimisht për me adhuru, që shkanë arrit ato me adhuru e idhujt, e kanë pasë kur kanë ndrujt dhe një njeri mirë, i kanë thonë, njeri ka qenë shumë i mirë, këtë njësë kërë e kanë pata, ju ka shtu adhurimi, ju ka shtu ibadeti, që ka të bëjni, shkoni të ndërtojni një ndërtimore, një plak, që ku shokon filoni. Pastaj kanë thonë një skulptur, një foto, pastaj kanë shku njësë kanë bot dua, jo ati, po kanë thonë nëse bën dua nga ati evlijajës pranohet lutja. Pastaj kadal gjenerata e 3, e 4, e 5, që kanë thonë, pse u pranoj ke filonit dhe fisteki duaja, sa i shkoj këtaj persone i ka qenë njeri mirë, i zgjedhur Allahut, Allah ja ka pranuar lutjen, nga ati pranohet duaja, e pastaj ka thonë shejtani, si dush me tu pranu ma shpejt duaja, luta të vdekmin, sa i ka kone evliaja, ju ka pranu duaja të Allahut, edhe i ta çon duan të Allahut. Edhe kështu ka fillu pastaj shirku. Edhe kështu kanë fillu pastaj me adhuru, domethënë njerëzit. E shejtani domethënë dal nga dal mundohet domethënë në mënyra të ndryshme se si njeriu me shti deri tek shirku edhe deri tek
gjërat domethënë të cilët janë negative. Po ashtu dietar thënë që shkojnë muslimanët në hax, edhe një vend quhet Arafat. Prej kuptimin çka ka Arafat, domethënë vend njoftimi, vend ku njoftohet apo vend takimi, vendi i njohur për takim. Kanë thonë Arafat e ka marrë emrin se e thamë që kur ka zbrit Allahu azza wa jalla, kur ka zbrit prej xheneti Ademin alayhis salam, e ka zbrit në Hindi. Kurse kur e ka zbrit Havën, e ka zbritën Xhidde. E thot vend takimi këtyre dyve ka qenë vendin e quajtur sot i cili është Arafat. Edhe Arafat se çati on zatek Ademi alayhis salam me Havën dhe ka mbet ende quhet ai vend, do thot Arafat. Po ashtu, Allahu azza wa jall në Arafat, duke qenë Ademi alayhis salam pasi që zatekët me Havën në Arafat, Allahu azza wa jall i fol Ademit alayhis salam në tokë. Ne kemi thonë se Allahu azza wa jall e ka dërgu pejgamber dhe i ka folën Ademit alayhis salam. Dhe thot Allahu azza wa jall ja ka paraqit Ademit alayhis salam dhurrijetin e tij pas arsit e tij deri në ditën e Kiametit. Ja ka tregu ku në Arafat. Edhe thot kanë qenë si forma e milingonjave të vogla. Edhe u ka drejtu, ka thonë elestu bi rabbikum, a jam unë Zoti juaj. Kjo ndërlidhet subhanallah, kur Allah azza wa jalla ka kriju shpirtat 50.000 vjet, para se mi kriju trupat, ju ka fol shpirtave, a jam unë Zoti juaj. Kanë thonë bele, gjithsesi o Zoti jon. Për ata kur e përmenin thënë në kalu bela. Në kalu bela kur ju ka fol shpirtave 50.000 vjet para se më ardhën shpirti Ademit alayhis salam në trupin e tij. E pasi që ka ardhur Ademi alayhis salam në tokë, ju ka drejtue edhe shpirtave duke qenë Ademi alayhis salam prezent. Elestu bi rabbikum, këtë kanë thonë gjithsesi o Zoti jon, ti je ai krijuesi jon dhe ne ti do ta adhurojmë. E kanë pranuar. Mirë po thot, pse pas asaj njerëzit kanë deviju dhe disa e kanë besu Allahun dhe disa kanë deviju? Kanë thonë për disa sebepe se njeriu haron. Njeriu është harus. Ja ka kujtu edhe haron. Edhe sot e shohim në jetën tonë, nëse i thu dukujt një muhabet një llav, mas një kohë nëse shkon, thot jo be se kum thonë unë, se kum di asnjëherë unë këtë punë. Pse? E haron. Bile shpesh herë në kohën e fundit tash me këto rrjetet sociale edhe me këto angazhimet e moderne, shpesh herë kina nis me haru shumë sende, përpara kina mbajt men shumë numra, kina mbajt men shumë sende, tash si na të mbajt men kur gjon. Pse? Shumë informata edhe njëri haron. Edhe kjo ka ndiku pastaj jetën e përditshme e dënjonit, edhe kur ti thuaj edhe për një borxh ka nis me haru edhe njerëzit borxhin, i thot kur ki thon më rat borxh. Se moj men. Bile, vjen koha, thot unë, ndoshta, ma si ta pas këmbli pat borxhin, unë po ta zor që erdha të tash, edhe ta mora bona, ma qëfar zorit ti pati me ma dhonë mu borxhin? Unë se moj men. Do me thonë, të lut, pas taj ti dush me shku me lut me marë borxhin. Do me thonë, harej sa qatë që e madhe, negligjenca qatë që e madhe, sa që njerëzit i harojnë dhe gjonat që ka janë, do me thonën, të rëndësishme njetën e tyre. Shenkiti, Emine Shinkiti rahimullahu taala thotë kështu, Allahu azza wa jall ja ka marr besimin shpirtave, edhe shpirtat kur kanë qenë me Ademin alayhis salam përzditi, thotë dhe pastaj ka çu pejgamber, çdo popull ka çu pejgamber, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasul an ya'budullaha wajtanibu at-taghut, ka dërguar çdo popull pejgamber për t'ja ripërtri atë besimin, atë beslidhen e Allahut që me besu Allahun një, ka dërgu pejgamber, kopi tyre që janë përgjigj. Ata që janë përgjigj, ata e kanë vërtetu thirrjen. Ata që kanë mohu, ata e kanë mohu, do të thot atë të cilët Allahu azza wa jall ja ka dhënë si premtim, domethënë atyre që e kanë deviju fjalën e Allahut azza wa jall. Po ashtu edhe një send është ata ceki kur Allahu azza wa jall i zatek me lekt dhe e dërgon Ademin alayhis salam, përshëndetjen e parë thotë është me përshëndetjen me selam. Edhe thot kjo ka më konën selami, përshëndetje juve, edhe përshëndetja e ketë bive t'juve deri në ditën e Kiametit. E kështu që shpesh herë njerëzit që thonë, pse ju me selam, ju musliman veç me selam. Selami është i Allahut. Selamin ja ka mësua Allahut parit krijes njerit Ademit alayhis salam.
e ka përçu tek melek te krijesat më të zgjedh dhe pastaj ka vazhdu tjetë selami përshëndetje besimtarëve se është direkt porosi prej Allahut azza wa jall. Edhe kur dikush të thotë pse ti me selam, ajo veç me selam se selami o paq është një prej emrave të Allahut dhe Allah e ka mësuar Ademin alayhis salam dhe Ademi alayhis salam i ka mësuar fëmijët e vet, edhe këtë pejgambert janë përshëndet, do të thonë me selam sikur që e dini edhe rasti kur ka hip Miraç i ka dhënë selam çdo pejgamberit, ka thonë mirë se erdhë o pejgamberi i Allahut, njëri ka thonë domethënë selam çdo pejgamberit që ka hip domethënë në qiell. Dhe si që treguam edhe pak në dersën e kaluam, Ademi alayhis salam kur i sheh ato fëmijët e vet dhe kur Allahu azza wa jall ju drejtohet, au nuk jam Zoti ju dhe pranojnë, thotë ka qenë njëri i cili ka nxjerr dritë nga gjuha e tij apo nga goja e tij, e thotë o Zot kush është ki nga parsarësit e mi ki fëmia, ka thonë kjo është Daud, e ka emrin Daud. Thotë sa ka me jetuar në transmetime, thotë ka me jetuar 40 vjet, në transmetime tjera thotë ka me jetuar 60 vjet. E ju ka duk 40 edhe 60, ju ka duk shumë pak Ademit alayhis salam krahasim se kanë jetuar ato shumë gjatë. Ka thonë o Zot, a ka mundësi unë pi vjeteve të mia me i dhënën këtij fëmijës? Allahu azza xhela pranon. Transmetime thuhet 40, transmetime thuhet 60, kryesore i ka bën 100 vjet, domethënë të plota. E kur i ka ardhur vdekja, kur i ka ardhur melekul mauti me marr shpirtin Ademit alayhis salam, i ka thonën meleku ku marr me ta marr shpirtin, ka thonë ka dal, jetu u gut diçka. Ka thonë më kanë bet alo vjet 40 transmetim baba edhe 60. Thot, a nuk ja dhave ti djalit tan Daudit? E thot ma përkujtoj meleki se kisha harua. E prej atë momentit që ka harua Ademi alayhis salam, kanë harua dhe bite Ademit alayhi salatu wassalam. E thot ka polemnizu me melekun, edhe polemnizojnë sot njerëzit bite Ademit. Ka harua Ademi alayhis salam, sot harojnë edhe bita Ademit bashkë që ka haru Ademi alayhi salatu wassalam. Thuhet para vdekjes, Ademi alayhi salatu wassalam që këtij pejgamberit shith i ka dhënë disa këshilla që ai ta udhëheq, pastaj ta udhëheq do të thotë fëmijët edhe familjen e Ademit alayhi salatu wassalam, ja ka mësuar thot orarin e ditës. E ki pas sot e kena shumë lehtë me saati kena, saati 3:28. Atër s'ka pas, u ka dash me ditë qish mi mësu, edhe pleshte tonë, para se mi pas saatët, e kanë ditë saksisht kur është vakti namazit. Sot mos mi pas telefonat, edhe mos mi pas aplikacionet, nuk e dina kur është koha. E të thot, pejgamberi alayhis salam i ka mësu musliman, qish është koha e sabajt, kur dohet teri me dritën, që do më thonë ka thonë sikur ajo bishti i dhelprës. Dhe më thonë dohet. E pastaj drejka ka thonë pizeniti kur të niset bëhet sa trupi jot, ose e kanë lënë ato një drun, dukon e kanë lënë një drun, edhe nëse u bo hija sa u bo druni, dhe më thonë ka hi koha e drejkës. Deri sa nuk ka bo sa druni, alosh në zenit, alosh në bikok. Kur fillon dili me ashtu, është hija shumë e vogël, mase vit tu zmadhu, apo? Edhe kur të bohet sa në shkopi, ose sa në trupi jot, dije se është koha e drejkës. E kur është i kindia, ka thonë deri sa të bëhet hija më e madhe se trupi jot edhe një herë. Do të thonë 2 fishtit e tjesh më i madh. E ki pa edhe ndërtesën, ka herë ndërtesa është hija barabar me ndërtesën. Pastaj fillon me shku mu zgjatet edhe një herë më e madhe se ndërtesa, ose një herë më e madhe se sa vetë jot. Kur të bëhet 2 herë sa është druni apo sa është veti jot, dije se ka ardhur koha e kindijës. E koha e akşamit ka thonë kur perëndon dielli. E koha e acijës kur dalin yjet. Edhe si ka dash sahat, i ki pas preciz do të thotë në kohët vet. Domethënë i ka mësu. Ademi alayhis salam ja ka mësu kohët shithit, ditës edhe natës pa sahat. E ka ditë domethënë preciz nëpërmes yjeve, nëpërmes diellit, nëpërmes hanës, nëpërmes do thotë mjegullave, nëpërmes hijes, i ka ditë saktësisht domethënë kohët. Ja ka mësu thotë këta kohë. Edhe ja ka mësu se në cëllët kohë duhet të bëhet ibadeti dhe duhet të bëhet adhurimi. Edhe që kjo është ajo pojta e ditës. Çfarë dallimi ka nëse ditë nëse natë? Çfarë dallimi është nëse është hona e re, apo hona në mes, apo hona në fund nëse ti nuk mirësh me ibadet? Nëse ti nuk adhuron Allahun azza wa jall. Ne nisna Ramazanin me hanën e re, apo? Edhe mbarojna me hanën e re e kina Bajramin. Do të thonë me hanë. Edhe ka thonë muji është
kedhe, o kedhe, o kedhe. Ka thonë 3 herë, 10, 20, 30. Ose ka thonë kedhe, o kedhe, o kedhe. Du më thonë 29, du më thonë muj si pas kalendarit islam, ose i ka 30 dit, ose i ka 29 dit. Qishe marrë në veç, a i ka 29 dit, a i ka 30 dit, lind hana e rej, edhe qka është ma interesant, dhe një me dit, se hana e rej kur lind kështu si bri shtrim. Apo, si bri shtrim, i holl. Kur ta shoh si bri shtrim i holl, është hana e rej. Edhe shumë njerëz i mendojnë se hana kur të bëhet komplet, rumullak, ka ardhur fundi i mujit. Jo, është mesi i mujit. Pse se thënë, o kone hollë, u trash, u bë rumullak, tash domethënë pas ka kompletu muj. Jo, kjo është mesi i mujit. Para ta kur kompletohet kjo, kompletohet 13, 14, 15, domethënë është si vojtu, formën më të mirë merr 15. E para ata çka ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur të bëhet hona, çto e plot, a el bedr që i kanë thonë, janë ditët e bardha. Çfarë ditët e bardha? Ditët atë zeza janë, këtë janë të bardha, por dita e bardha. Mirë, po më na kallëzu neve se që kjo hona kur shëndrit edhe natën e bën si ditë. Këtu nuk mirët veç se ka drita, ama dil në një mal 15 natë, dil kime e pa dritë, kime hes pa problem në për mal. S'ka nevojë as drita, s'kur zhonë. Do më thonë ditët e bardha. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka urdhëruar çdo ditë me agjëru, kanë thonë se agjërimi është shumë i mirë në këto ditë. E çish e marr në vesh? E marr në vesh në përthon. E tash, çka do bëhet kur të bëhet 15? Dhe filloje prej poshtë mu hollu derisa dalë nalt një vije holl, vije holl. Ajo është dita e fundit. Ajo është shumë e holl ose hub ket. Nëse hub ajo holl e hona. Çaj e holla del poshtë, do të thotë është ka hi mu i ri. Nëse ala është e trash, edhe pak ka mejt, du më thonë atërë, si pas ka 29, si pas ka 30. Ama si të bon 30, hup ma jo vija nalt, del vija poshtë. El hilal, që i thëjnë, du më thonën, djeli, hana, këto ketë janë për me në mësuneve, kur janë namazët, kur du të ma gjëru, kur du të me boj ibadet Allah në zvegjel, e jo shemëll, vesh me hup kohën sati, 2 gjumë sati, 3 po shetit në sati, 5 po pikafin sati, 6 po shkryt, du më thonë, nuk ka, nëse se ki program, kohën tonë me adhurimin Allah, a e kipaj që e qohët e farë sabahin, edhe është në mbrojtje në Allahut, zbrit mëshira dhe të rahmeti Allahut, edhe qonë tanë ditën deri në drejkë, e ditë që në drejkë është namazit drejkës, e falë drejkën, e ha drejkën, i kindijen akshomin, jatsin, e falë, e ditë, e ka të programum jetën e vetë kër është mi ba, a kurso me i badet, çka ka lidhje, a qohet në 5, a qohet në 6, a qohet në 7, a në 10, për ata s'ka lidhje. A muslimoni domethënë është precis për shkak adhurimeve e Ademi alayhis salam, ja mësoi do të thotë djalit vet këtë këto gjona. Edhe ja tregoi një sen, tha se pas vdekjes teme ka më ndodh një vërshim e madh dhe këtë tokën ka më bajt. Domethënë e ka tregu për vërshimin e Nuhit alayhis salam kur do ndodhet domethënë me anijen. E thot kur i afrua Ademit alayhis salam vdekja, ju tha djemve vet, shkoni tek filan vendi, dua nga frutat e xhenetit. A pas kanë dunjon frutat e xhenetit, po sa Ademi sa kur zbriti pe xheneti, i mur disa pemë xhenetit dhe i mbjelli vet me dorën e vet. Dhe ju tha bivet vet para vdekjes, shkojni edhe mirni disa fruta xhenetit se janë përmallu për ato. Edhe shkojnë djemtë e vet, kur shkojnë djemtë e vet dhe afrohen, thot ju dalin do melek, i thot kujni të shku, thot baba jon na ka porosit me marr fruta, thot ktheuni te baba jot se baba jot më ka marr fund, baba jot është momentin çastet e vdekjes. E kur kthehen thot ato bashk, kthehen melekt me gjithë djemtë e vet. I shohin melekt e vdekjes kanë ardhur mja marr shpirtin, subhanallah. Thot kanë ardhur me çifinin me veti, kanë ardhur hanut një misk që do të me lit vdekurin, e kanë pasot me veti një sakic, e kanë pas me veti thot një gërbul, e kanë pas një veti një shport, një enë që me bajt dhe për me gropu do thonë pastaj. Edhe i pari njërë që është la gustull që japë në nësot në muslimanve, kur vdesin, të parën gjonë që ja ka mësu njerëzimit jonë melekt. Melekt e kanë lajt Ademin alayhis salam, i kanë dhonë gustull, e kanë shtel me qefin, e kanë parfimos Ademin alayhis salam, e kanë ngri du me thonën vorin të poshtë, sikur që i grinë asot, po e kanë bëhe dhe një si birë, do më thonë në kështu. Edhe kur e kanë shti, do më thonën gjenazën, e kanë shti në kratë djatë, ka kibla edhe pak si anësh, do më thonë në kratë, me ftirën kështu, do më thonë jo drejt në gropë, po kështu. E të ne sot, nëse se bëjnë këtë anë, i vënojnë do më thonë parnica që jetën, ato drasët, do më thonë që jetë anësh, edhe do më thonë kështu e mbulojnë. Edhe thot, kjo është suneti
i babës juve Ademit a.s. dhe suneti i kret njerëzve derin përfundimin e kësaj botës. Ato që ka kanë mësu se si vurosët, si lahat, si parfimosët, jonë dhe më thonën sunet i melekve dhe ka thonë këtë ditë sunet i babës tanë edhe i ketë pejgamberëve deri në ditën e Kiametit dhe besimtarë që të ti pasojnë ata pejgamber. Sa fëmijë Ademi a.s. i ka mri vaktin e vetë para se me ndrejet. Transmetues thonë që Ademi a.s. si pas transmetimi që ja ka dhonë 40 vjetë, i ka pasën 960 vjetë. Nëse ja ka dhonën 60 vjetë, i ka pasën 940 vjetë. Mirë po Ademi sa më ka jetu që kështu, 940 apo 960. Thot, i ka pa prej djemve, nipa edhe stërnifave, 400.000. 400.000 persona, fëmi, dhe të thot qka në kohën, para se me ndru jetë, dhe thot Ademi a.s. i cili ka arrit gati se 1000 vjetë, që në dhe më thonë 960 vjetë, nëse ja ka dhonë 40 vjetë, djalit e ti Daudit a.s. E thot ku është vurosën, thuhet se ka porosit Ademi a.s. vurosët në atë vend ku ka zbrit në atë kodrën hindi ku e ka zbrit seftë Allah prej xhenetit në qatë vend. Ka thonë du në qatë vend, basi Zotim ka zbrit mu në qatë vend, qaj vend është jemi për më bovarë. Qetra kanë thonën se është një kodër Gjebel Ebi Kubejs Mekke. Është rreth Qabës, rreth Mekës është një kodër e madhe Ebi Kubejs. E hapi si shembull një kodër prej kodrave të mëdha. E prej Israeliatëve thot, kur është bo vërshima e Nuhit a.s. që kanë hip në anije, para se të bëhet vërshima e ka marrë, domethënë, xhenazën e Ademit a.s. dhe Havën dhe i ka çuar domethënë në Palestinë te xhamia Aksas i ka vuros domethënë atje pasi që u ka bëu domethënë vërshima. Kjo është një transmetim që e kanë përdor. E bashortjeve të Hava kanë ndru jetë 1 vjet pasi që kanë ndru jetë Ademi a.s. Domethënë Ademi a.s. ndron jetë pas 1 vjet dhe ndron edhe bashortjeve do të thot Hava. Edhe me këtë e përfundojna për në fund, është një hadith interesant për vlerën e Ademit a.s. dhe me këtë domethënë e përfundojna. Thot pejgamberi a.s. kur do të dalet ditën e Kiametit Ademi a.s. do t'i thotë Allahu azza wa jall. Sa herë ka bisedu Allahu azza wa jall edhe si ai baba i njerëzimit ti dush më kujdes për këtë njerëzim edhe me ditë. Edhe i thot Allahu azza wa jall, o Adem, nxerri pi fëmijëve tu ata të cilët janë konë qafira, të cilët s'kanë besu, të cilët janë për nxjerr në xhehenemit, nxjerri sa? Ka thonën, o Zot, ku e diun e ba'thun nar, ku e diun e sa janë ato banues të zarbit të xhehenemit. I ka thonë Allahu azza wa jall 999 për në xhehenem, një në xhenet. 999 nxjerri të janë për në xhehenem, vetëm një për xhenet. Sahabët kur e kanë ngu këtë hadith, të ja kallëzu pejgamberi sa më thot, janë trishtu, thot ftyrat thot ative janë zbe. E thot ka thonë, që kjo është ajo ditë që Allah ka thonë, yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma ardat, wa tad'u an-nasu dhati hamli hamlaha, wa tara an-nasa sukara, wa ma hum bisukara walakin adhab Allah shadid. Atë ditë që me pa fëmijën me flokët e zeza i vogël ka mu zbardhën, ka mu zbardh flokë nga trishtimi, atë ditë që me pa se gruaja ka me nxjerr pi barkut vet shtazanin e sash ka me nxjerr fëmijën e vet, kemi pa njerëz sikur më kon të dehur, ata nuk janë dehur, po nga frika e dënimit të Allahut ato bëjnë sikur më kon dehur njerëzit. E ka thonën 999 xhenem, një xhenet. E sahabët ka thonë, ja Rasulullah, tërës pas ka me met ketë në xhenem shumë, para me në të shemëll në qëket këtu më konën 1000 veta, ta shpi 1000 vetave në xhenem, vesh njënë në xhenet. Sahabët, më thonë, janë zbe. Pejgamberi alayhis salam i ka thonën, o Adem, 999 janë për Yexhuj Maxhuxve e një është prej umetit tonë. 999 për Yexhuj Maxhuxve një. Ka thonën, sa do të hinë nga umeti onë, ja Rasulullah? Ka thonë 1/4 të umetit krejt, pita Ademi a.s. deri në fund, që kanë me hi ato në xhenem, 1/4 për ative ka mukonën për umetit tem. Pastaj ka thonë 1/3, në fund ka thonë, edhe gjysa e ketë njerëzve, pita Ademi a.s. deri te Muhamedi a.s. sa kanë mukon njerëzve me pejgambert, veç umeti jem ka mukon gjysa sa ketë botës, pita Ademi a.s. deri në fund. E sahabat atër janë gëzu, kanë thonë Allahu Akbar, kanë nisë me bërtit. Dhe me thonën, kur umeti pejgamberit sa mështë umeti i fundit, edhe sa ka pos umeti, sa pejgamber ka pos,
e umeti jon ka më kon gjisa, jo sa gjisa një pejgamberit, sa ketë pejgamber, shembull 124.000 pejgamber, me gjithë popujt e ative, me gjithë njerëz që kanë besuar dhe s'kan besuar pi ative, gjysa ative që kanë me hinë xhenet, gjysa e xhenetlive kanë më kon umeti i Muhamedit alayhis salatu wassalam. Elusim Allahun azza wa jall që Allah subhanahu wa taala na bashkon me pejgamberin alayhis salatu wassalam, na bashkon me pejgambert e Allahut, me njerëzit e mirë në xhenetin e Allahut, sepse jemi një umet i zgjedhur që Allah azza wa jall e ka zgjedhur këtë umet. Elusim Allahun azza wa jall që të kemi pas dobi nga kjo ngjarje e Ademit alayhis salam, kjo është dersi i fundit. E nesër do të vazhdojmë me Idrisin alayhis salam, me pejgamber, pastaj me Nuhun edhe me pejgamber tjerë. Elusim Allahun azza wa jall të na jap bereqet deri në fund. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.